pavarësisht çdo bllokade që ata mundohen me bëu në vazhdimsi, qoftë në Bruxelles, Kosova nuk ndalet, sepse Kosova ka një detyrim moral për me i gjetë 1570 persona që ende vazhdojnë të mbeten në listën e personave të zgjuar. Ky numër është deri në 8, pra nuk mund ta saktësojmë, mund të jetë edhe më i vogël, mirë po sot është pra dita e tretë që përfundojmë këtë lokacion. Deri me tani kemi gjetur mbetjet mortore të një individi, si dhe disa pjesë kockore të cilat kanë mbetur të verifikohen, dhe tani do t'i nënshtrohen ekzaminimeve mjekëlligjore përkatësisht autopsisë, marrjes së mostrës për identifikim dhe pastaj do të presim për rezultatin. Kjo është një lokacion në cilën është punuar në të kaluarën, pra është punuar nga Tribunali i Hagës, është punuar nga ekipet e UNIK-ut. Ky numër është deri në 8, pra nuk mund ta saktësojmë, mund të jetë edhe më i vogël mirë. Dhe janë edhe 27 identifikime të cilat i kemi pranuar me rezultat të ADN-s. Unë kam thënë disa herë dhe do vazhdoj me përsërit, se këto nuk ja them juve, këto ja them service që pavarësisht çdo bllokade që ata mundohen me bëu në vazhdimsi, qoftë në Bruxelles, Kosova nuk ndalet, sepse Kosova ka një detyrim moral për me i gjetë 1570 persona që ende vazhdojnë të mbeten në listën e personave të zgjuar, 1570 familjarë tonë, kështu që ata nuk mundën me na ndalë, ata nuk kanë me na ndalë. Arkivat që ata po refuzojnë me i thonë pavarësisht që jedin që në Bruxelles në kemi morë pjesë për pavarësisht 5 vjetë, 4 vjetë diçka. Dhe pothuajse vetë një marrëveshje e arritur në Bruxelles është marrëveshja ose deklarata për persona të zgjuar, cilën vetë Serbia ka bëu, jo që ne kemi bëu një anë shumë dhe për zbatimin e saj, por edhe Serbia ka aprovuar dhe Serbia ka refuzuar zbatimin e asaj marrëveshje